إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Falënderimet takon Allahut subhanahu wa taala, paqja mëshira Allahut qobi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, edhe mbi gjithë ata cilët e pasojnë në të mirë deri në ditën e gjykimit. Me lejen Allahut subhanahu wa taala, kena me cek një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lënë porosi, edhe disa thonje dietar që i kanë nxjerr për këtij hadithit, për haditheve dhe ajeteve tjera. Transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, thot sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ka thonë Ebu Hurajra, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: La yazalu qalbu al-kabir shaban fitnatayn. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdon zemra e një plakut tjetë e re në dy gjona. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fi hubbi dunya wa tulul amr. Ka thonë dashuri në dunja edhe shpresë, më thonë shpresë gjatë. Edhe pse njëri mundet me arrit vitet shumëta, 80-90 më shumë, zemra tina, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdon tjetë e re, dhe më thonë dashurin për dunjan edhe shpresën e gjatë. Një tjetër hadith që ka transmetuar Muslimi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qalbu shayhi shabun ala hubbi ithnatayn. Ka thonë zemra e një vjetrit është e re në dashurinë e dy gjona. Tulul hayat wa hubbul mal. Ka thonë dëshirës të madhe për me jetu edhe dashurisë për pasuninë. Ka thonë një prej dietarëve El Munawi rahimahullah, ka thonë çka nxjerrët për këtij hadithit, ka thonë pse çysh kuptohet se don dunjon, don me jetu shumë, ka shpresë madhe dhe e don pasuninë, ka thonë për shkak se ka qef me jetu, me vazhdu, domethënë me qëndru në çdo gjë. Kurse Kurtubi rahimahullahu taala thot në këtë hadith thot kirahatul hirs ala tulil umr. Në këtij hadithi mësojnë se është urrejtje, domethënë mu kujdes që me jetu gjatë. Wa kathratul mal, dhe domethënë me bë pasuni shumë, me pas kujdese të mëdha për me bë pasuni wa dhalika laysa bi mahmud. Kjo nuk është domethënë diçka e pëlqyeshme në fenë Allahut subhanahu wa taala. Dietar kanë thonë, pse kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka veçuar këto dy gjona. Për shkak se gjoja më e dashur e të birit Ademit është vetja e tij. Gjoja që më shumë të dën biri Ademit kështu natyrshmërisht është vetja e tij. E vetja e tij domethënë gjen kënaqësinë këtu dy gjona. Mohon nëse ka pasuni edhe dën me jetu gjatë. Ka thonë thonja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hubbu dunya, domethënë dashuria e dunjos është pe gjëra që më shumë ti i prish zemrën. Domethënë do bën që gjithçka njeri të paraqet për dunjon, soqë edhe bëhet rob i dunjos. E nëse bëhet rob i dunjos, Allahu na rujt
Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë një hadith që transmeton ashtu që e ka nxjerrë Buhariu, transmeton Ebu Huraira, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ta'isa abdu dinar wal qatifa wal khamisa, ka thonë është shkatëru robit dinarit, edhe i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam el qatifa edhe el khamisa, janë dy rrobat shrejta që kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë është shkatëru. Ka thonë in uti radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Ka thonë nëse ju jepet është i kënaqur, nëse privohet, ka thonë nuk është i kënaqur. Kështu janë ata të cilët e dojnë dynjon. Nëse ju jep diçka për dynjos kënaqur, nëse i privon me njëherë janë të pakënaqur. Kurse Ibn Qayyim ka thonë muhibbu dunya la yanfaq min thalatha. Ka thonë ai i cili don dynjon nuk i ka tri cilësi, nuk ka mundësi mundopi këtyre tri cilësive. Ka thonë e para, hëm lezim, më thonë mërzi. Mërzia nuk i largohet atina. E dyta ka thonë taj dajmen, është i lodhën gjithmonë. Ona i cili e dën dënjon, është i mërzitur gjithmonë, është i lodhën gjithmonë, dhe thët wa hasiratun la tanqadi, edhe thët zemërthyesi që nuk largohet nga ai. Kush e dën dënjon, ka thonë Ibn Qayyimi, i ka këtu tri cilësi, për shkak thotë se muhabbaha la yanalu minha shay illa tamihat nafsuhu ila fawqahu. Ka thonë për shkak se nuk është i kënaqur kur ai i cili e dën dënjon. Nëse e ka për qëllim me apo 1 milion, si të bën 1 milion, ka me pas për qëllim me bë 2 milion. Kështu Allah subhanahu wa taala e ka kriju njerin. Kurse transmetohet një hadith që transmeton Ebu Abdurrahman es-Sulemi, ka thonë Khateb Ali ibn Abi Talib bi Kufe. Thot Aliu ibn Abi Talib ka mojt një ligjerat në Kufe, dhe thot ka thonë ejuhen nas, ka thonë o ju njerëz, inna akhwafa ma akhafu alejkum tulul amr. Ka thonë mos shumë të se çka po friksona për juve, ka thonë është shpresa e gjatë, me pos shpresë gjatë. Wa itba'ul hawa, dhe pasimi i epshëm. Wa amma tulul amr fa yunsi al-akhir. Ka thonë se i përket shpresës gjatë njëri me pos e ka me jetu gjatë, ka thonë është shkaktor që me harru ahiretin. Unë bën që ta harresh se kime vdek. Kurse thot amma itba'ul hawa, se i përket pasimit epshëve, thot fa yudillu anil haq. Thot është shkaktor që të humb nga e vërteta. Me thonë, me pos shpresë madhe, ka me të humb, ka me të bo që me harru ahiretin. Kurse me i pasu havan, epshin, dëshirat, ka me të bo që me këti shpinën vërtetës. Ele inë dunja ka të wallet mudbiretën. Ka thonë Aliu radiallahu anhu, ka thonë me të vërtet dënjaja veç po largohet. Çdo ditë që çdo minut, e çdo orë, e çdo ditë, e çdo javë që na jetojna, është duke largu dënjaja për vetja tona. Thot wal akhira mukbiletun, edhe çdo ditë, çdo çast që jetojna ahireti veç të po afrohet. Thot wali kulli wahidatin minhuma banun. Secila prej këtyre i ka të bejtë vet. Edhe dënjaja i ka të bejtë vet, edhe ahireti i ka të bejtë vet. Thot fakunu min abna'i al-akhirah. Thot bënu prej bive të ahiretit. Thot wala takunu min abna'i ad-dunya, e mos bënu prej bive të dunjas, fa inna al-yawm amal wala hisab. Ka thonë sepse sot ka punë, nuk ka shpërblim, nuk ka llogari, po në çadosh nuk merr kërkosh llogari. Kurse thot waqaden hisab wala amal, kurse nesra thot ka llogari, nuk ka punë. Ditën e gjykimit kur dole për Allah subhanahu wa taala, veç kena llogari. Kërkosh nuk ka më thon bën këto, jep sa do këto, agjëro këto. Ka më llogarit Allahu subhanahu wa taala se çka ke punu. Kurse Ghazaliu thot etulul amal lahu sababan. Thot me shpresu gjatë i ka dy shkaqe. E para thot xehli, dhe e dyta thot hubbu dunya. Thot çish është hubbu dunya, thot dashuria për dënjon. Çish është dashuria për dënjon, është thot kur qetësohesh në mirësitë e saj. Nëse do me ditë se a dën dënjon ose dën, nëse ki diçka për mirësive të dënjos se ti qetësohesh në ta, ka thonë kjo është prej shkaqeve se ti e dën dënjon. Nëse nuk i qef me ta përmend vdekjen, është prej shkaqeve se ti e dën dënjon. Se nuk i qef diçka me të ndohë për kësaj çka ti po e dën. Kurse thot xehli, ignoranca, mund që është shkaku i dytë që e ka cek, ka thonë është për shkak se shumicës
shumica menojnë, domethënë sidomos trit se veç kur të bëhesh plak mundesh me dej. Kjo është çekacek pi shkoqeve, domethënë që është gjehli. Nuk e din që shumë prej trive Allah subhanahu taala ja ka caktuar që çash me jetu edhe vjen me lekë vdekje se merr shpirtin dhe nuk e pret me arrit ahiret. Domethënë e gjon rininë e tina si shkak që domethënë hajse koku. Ibn Qayyim thot miftahul istidad lil akhirah kisru al amal. Ka thonë qelsi i përgatitjes për ahiret, ka thonë është pak me pos shpresë. Mos me thonë që ka me jetu gjatë. Nëse dën me pos qelsin e përgatitjes për ahiret, duhet me pos pak shpresë. Wa miftahu li kulli khair ar-raghbatu fillah wa dar al-akhirah. Ka thonë qelsi i çdo hajrit, ka thonë është me pos për qëllim Allahun subhanahu wa taala dhe ahiretin. Wa miftahu kullu sharr, dhe ka thonë qelsi çdo të keqes, ka thonë është hubbu dunya wa tul al-amal. Ka thonë dashuria për dunjon edhe shpresa e gjatë. Ka ardhur në shumë transmetime prej parëve tonë se dunjoja, ka thonë fe inna hubbu dunya ra'sul khataaya wa asluha. Ka thonë dashuria për dunjon është koka e të keqes edhe baza e saj. Thelbi, themeli i të keqes edhe koka e të keqes. Ka thonë dashuria për dunjon është koka e të keqes pe disa pikpamjeve. E para ka thonë për shkak se nëse dën dunjon ka me të shtiqi me madhru dunjon. Kurse realiteti dunjos është e kundërta e kësaj. Dunjoja te Allah subhanahu wa taala nuk ka vlerë, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما سكى كافرا minha shërbet e me. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur dunjoja kish pos vlerë të Allahu subhanahu wa taala, nuk kish më jep asnjë gërshon ujë qafire. Mirë për shkak që nuk ka vlerë, qafirat kënaqen me mirësitë e saj. Ato që atëka, më thonë nëse dën dunjon ti më madhru ato. Tjetra gjë që është koka e të keqes, dashuria për dunjon, është për shkak se Allahu subhanahu wa taala ka mallku dunjon. Kurse nëse njëri e don dunjon, është e kundërta se asojna që Allahu subhanahu wa taala e ka bë. Allah e ka mallku dunjon, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna ad-dunya mal'una wa mal'una ma fiha. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me vërtet dunjoja është mallkuar dhe mallkuar çka kanë to, illa dhikrullah, përveç se përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Dhe e treta, domethënë që është e keqe, është për shkak se nëse njëri dën dunjon e bën qëllim dunjon. Nëse e dën dunjon e bën ato qëllim tina. Jo që preokupohet shumë në çështjet e dunjos, mirë pa Allahu na ruajtë më keqja, edhe veprat që Allahu subhanahu wa taala i ka bëu që me fitu ahiretin, ai e fiton dunjon përmes tyre. Sa personi merr epitetet fetare edhe qëllimin e këtë dunjon Allahu na ruajtë pikë kësaj. Për këti hadithi i nxjerrën disa mirësi, disa mësime. E para, tahdhiru min hubbi dunya wa tul al-amal. Ka thonë murujt për dashurisë dunjos dhe shpresës gjatë. E dyta, at-targhibu fi zuhdi fi dunya wa adami ar-rukun ilayha. Domthonë me nxit që me kon asjet në dunjë dhe mos më mbështet në tonë. Tjetra, hubbu dunya aslu al-bala wa ra'su al-khataya. Dashuria e dunjos është koka e sprova, belos edhe koka e gabimeve. Thot, targhibu fil akhir wa hath ala sa'ilaha. Nxitje për në ahiret dhe nxitje për me punu për në ahiret. Targhibu min fitnetil mal. Tarhib min fitnetil mal. Më thonë më të friksu pej fitnes pasurisë. Kjo hadith na tërhiq vërejtën për pasurisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që transmetohet një hadith nga Ka'b ibn Iyad, thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë inna li kulli ummatin fitna. Ka thonë çdo ummet ka fitnë, wa fitnatu ummati al-mal. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fitnia e ummetit tem ka thonë është pasuria. Edhe at-tahdhiru ash-shabab min hubbi ad-dunya, më thonë më të tërhiq vërejtën trive për dashurisë dunjos. Sepse nëse njeriu dashurohet dunjo, atëherë ka më plakun që ato që është dashuru në rini. Allah subhanahu wa taala na ka sjell një ajet shumë të qartë
përfundimin aty në cilët e kanë dashur dynjon. Thot Allah subhanahu wa taala për Karunin, thot fa kharaja ala zinatihi fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayat ad-dunya. Thot kur u dol me zbukurimin e tij që ka pas Karuni, para popullit vet kanë thonë ata të cilët e kanë dashur dynjon, ata të cilët kanë lakmuar për dynjon. Ka thonë ja lejte lana mithla ma utiya Karun, ka thonë mirë për neve sikurse na kish dhënë çish ju ka dhënë Karunit, innehu la dhu hadhin adhim, me të vërtet thot pas ka qenë me fat. Thot wa qala alladhina, kurse ata të cilët Allah subhanahu wa taala i ka jep dituri, e kanë po dynjon me realitetin e asojna, kanë thonë thot wa qala alladhina utul ilm waylakum, kanë thonë aty në cilë ju ka dhënë dituri mirë për juve, thawaballahu khairun liman amana wa amila salih, ka thonë shpërblimi i Allahut është më i madh për ata të cilët besojnë dhe punojnë vepra të mira, wala yulqaha illa sabirun, nuk e arrin domethënë ata përveç se durimtarët, dhe thot Allah subhanahu wa taala fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, Allah thot e kina fundos ata dhe shtëpinë e tina, fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah fama kana hu min al-muntasirin. Nuk ka pas kërkosh që ta ndihmoj edhe pse ka pas pasuni të madhe kur ka urdhënimi i Allahut subhanahu wa taala. Lusë Allahun subhanahu wa taala që Allahu mos na bën zemrat tona të lirë për dunjos, po për ahiretin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.